ne do ta kthejmë anijen tuaj të padëmtuar së bashku me një kosh me fruta të freskëta, preferoni pjepra apo lule shtrydhe. Morëm Chelsea, morëm koordinatat, jo edhe aq keq për raundin e parë të lojës. Po. Shëtitos, jam e lumtur që ti do të ndihmosh, por ai dhe unë kemi bërë këto gjëra gjatë gjithë kohës, kështu që... Pra, ndoshta ti duhet ja lësh këtë profesionistëve. Basket vizitor! Kape timonin, kështu që unë mund t'i qelloj këta të pa edukat. Unë kesh besim tek unë. Unë nuk po flisja me ty. Mendova se kjo ishte e dukshme. Ka ndonjë gjë që mund të bëj për t'ju ndihmuar? Po, plotësisht, vetëm mos prek asgjë. Shpresoj që shënjetra jote të jetë përmirësuar që nga koha e eklipsit të hënës në Langau. Vetëm përpiqu të bësh ndonjë gjë. Informacioni shpejt, nuk i kam vënë duart mbi asgjë. E gjithë anija do të mbetet e paprekur tashmë. Ryder, po shkojmë drejt një grumbulli gjërash të rrëmujshme. E di, ne do të përplasemi pikërisht me to. Dhe do ta përdorim butimin për të shkatruar këta humbësit e fundit. Bukur! Gjithashtu kjo duket vërtet interesante. Po, sigur. Nuk është problemi yt, shok. Të kapa tani. Më fal. Më djes. Fajim. Ups. Më fal vërtet. Fruta të freskëta shesim. Përse nuk po lëvizim? Ja ku i ke, një ark me fruta tamam sire. Shëtitos, çfarë po bën? Unë thjesht mendova se mund të ndihmoja. Jemi në mesin e një ndjekje me shpejtësinë maksimale. Pse nuk mund të jesh më shumë si ai? Si është situata? Nuk është e mirë. Armët janë jashtë kontrollit, po ashtu edhe motori. Vetëm një mburoj afërt është ajo hënë atje. Ajo nuk është një hënë. Ajo është magazina galaktike e urryesit. Ne ja dolëm! Si mendon, numri 9600. E 99? Nuk e kam provuar asnjëherë këtë gjë. Nuk kemi qenë asnjëherë në një situatë si kjo. Në rregull, dhe unë jam dakord. Një pyetje e vogël, çfarë nuk kupton 9969? E kuptova, shef. Mund ta rregulloj vektorin. Ti nuk e di se çfarë do të thotë kjo. Unë mund ta kontrolloj vajin. Vetëm ulu! Ajo ishte. E mrekullueshme! Nuk ka asgjë më të mirë se sa një aventurë e zhurmshme, a Silvia? Jo, asgjë.